Është kënaqësi për me pas zoja ministre këtu. Është hera parë dhe unë jam të ky pozicion, por jam dakord me parafolësit, realisht kena nevojë për me diskutu. Kena nevojë me diskutu sepse realisht besoj, unë personalisht besoj që do të vi një ndryshim nga ju. Por edhe me stafin që ke zgjallë, megjithatë ma 2.9% të GDP-s jena kërkun. Kështu që prandaj duhet për me diskutu si do me bë. Si do me bë me spitalin e Shkodrës. Që materniteti okay, po urgjenca dhe reanimacioni janë katastrofë. Ose si do me bë me 60% e out of pocket që paguajnë qytetarët. Pra këto diskutime edhe më pëlqej shumë ajo me njëk protokollet, lexova dikun. Por si mund të njekën protokollet kur realisht ne e dina domethënë që nuk ke mjete equipment në spitale për me njek këta protokolle. Kur thot ambulanca dhe me dati 20 mujt mbyllet pjesa e laboratorit që nuk mundesh të bëjmë analiza. Prandaj unë besoj shumë te ti. Besoj te ju, pardon. Te ju. Besoj shumë te ju edhe te stafi juaj. Ma përpara se me kënë deputet, ne jemi të gjithë qytetarë. Dhe të gjithë përballemi me problematikat sidomos në sistemin shëndetësor. Nëse nuk bim dakord te ky komision që nga 2.9% të GDP-s me e bë minimalisht 5% ne nuk kena zgjidhur asgjë. Kështu që pjesa teknike ma harroni pjesën teknike, Shalci tha shumë bukur, në 12 natë mund dalim. Po thjesht kuptojmë se ju bilet të pozicë mund keni me pas më probleme se ne ta pozicë se ju kameroj telefoni. Keni parasysh se çfarë niveli jena në sistemin shëndetësor? Është skandaloz. Ha ta bëjmë 5% se edhe ato që kena përballë nuk mund të kërkojmë llogari në qoftë se kanë xhepin bosh. Hajde luftojmë gjithë bashkë që një ky buxhet bëhet 5%, bëhet 6%, minimumi sa vendet e rajonit. Po nëse bëhet 12 natë nuk ka asnjë problemi.